Masakra e 17 nëntorit 1944, goditja e elitës intelektuale shqiptare. Më 17 nëntor 1944, Tirana sapo kishte rënë në duart e forcave komuniste. Ndërsa qyteti kremtonte largimin e gjermanëve, pas perdes po ndodhte një nga krimet më të rënda politike të pasluftës, vrasja pa gjyq e 39 intelektualëve, patriotëve, oficerëve dhe qytetarëve të njohur. Ky akt shënoi fillimin e terrorit komunist në kryeqytet dhe synonte shuarjen e çdo zëri që mund të sfidonte regjimin e ri. Pse ndodhi masakra? Pushteti komunist, sapo hyri në Tiranë, filloi menjëherë pastrimin politik. Intelektualët, njerëzit e shkolluar, figurat publike dhe patriotët konsideroheshin të rrezikshëm për ideologjinë e re. Arrestimet ishin të menjëhershme, shpesh natën, pa prova dhe pas një proces ligjor. Shumica u ekzekutuan brenda pak orësh. Kush u vra? Sipas burimeve historike, në këtë valë dhune u ekzekutuan 39 persona. Disa prej tyre ishin figura të respektuara të jetës kulturore, ushtarake dhe qytetare të Tiranës. Disa nga emrat e tyre: Akil Sakiqi, Nazmi Uruçi, Fahri Dabulla, Muntaz Kokalari, Vesim Kokalari, Syrja Kokalari, Musine Kokalari, e arrestuar, më pas u shua në internim. Ismail Ag Petrela, Muarrem Leshi, Abdullah Saraçi, Jorgji Mema, Nebil Çika, Hamid Grembleshi, Subi Topulli, Kaplan Deljalisi, Jakub Deljalisi, Shefqet Deljalisi, Anton Fekeqi, Isuf Allamani, Minela Toçi, Selim Kelmendi, Selaudin Korça, Ali Panariti, Rakip Kalenja, Hasan Dine, Aziz Bloshmi, Faik Shkupi, Mehmet Mahmud Dado, Rifat Ershana, Alex Mavraki, Selman Shtjefni, Petrak Pekmezi, Ndue Pali, Bajram Cuka, Lorenc Rasha. Këta emra përfaqësojnë një pjesë të elitës së Tiranës së asaj kohe, njerëz me ndikim në arsim, kulturë, administratë dhe veprimtari patriotike.